jam të di, tha kur e pam, tha, kur prendoj tjellit, tha kur peshit në Tha'laba bin Abdurrahman, tha po vjen, po i qëjke hapat, kadal, tha dhe qajke, tha më borzitke, tha po hecke si kur zogi lodhë. 40 dit, vetëm ka një bardak domën me pije. Tha dhe ne u fshehën, tha kur e mor, tha me ndrojt, tha qumshti me pije, tha ja filloj qaje. Filloj qaje shumë. Edhe tha me nëzi se e pifta tamlin. Dhe pastaj tha e shdoj gotën tokë, tha dhe u drejtu drejt kodrës pra. Tha kur u drejtu drejt kodrës, tha i dola para dhe e kapa. Kur e kapa, tha dhe kur e pa Selmanin, u trishtuaj, u frigu. Tha kum qoni, më lini vetë. Tha jo Allahi, s'lom vetë, keme ardhë me na. Tha qka kërkoni për mejnë? Tha pejgamberi Allahut në ka qu të kërkojmë tishir, sa i kujtës shko për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi alaihi wasallam në ka qu ti të kërkojmë të gjojmë për këshua Tha'laba. Tha e dini qka? Qka kërkojmë pejgamberi për një? Tha nuk e di. Tha mos ka zbrit dhe një ajet për mu? Tha nuk e di. Më ka shkët Allah dhe munafika? Subhanallah. Më ka shkët dhe munafika? Nuk e di. Thot vetëm pejgamberi Allahut në ka qu ti me qëtë në patra. Tjetër se nuk di, pastaj mundohet hikje. Kur mundohet hikje, e ka Omeri dhe Selmani me fuqi. Don do të vish te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të ojë njerëz, mos më kurritni para njerëzve. O ju njerëz, mos më çmoni para njerëzve. Më lini të vdesën kodën. Kërkush nuk e di çka ka bën. Më lini të vdes, mos më shtrsoni para njerëzve. Pastaj e marrën në Medinë, e çojnë në shtëpinë e vet dhe shkon Omeri thotë ja Rasulullah, e kena gjetë Tha'laba. Ku e gjetët ja Allah? Ku e gjetët Tha'laba? Tha kemi gjetë me një kodër mes Mekkës dhe Medinës. Tha nëse don me ardh, hajde ja Rasulullah. U shu pejgamberi alayhi salatu wassalam, u drejtu drejt shtëpisë së Tha'labas. Kur hini në shtëpinë e Tha'labas, e dëgjoi zonin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse Tha'laba 40 ditë pa ushqim, i shtrinë në tokë në shtëpinë e vet, ashtu si ku shtrihet një qylim vëllez në ndarshëm. Ashtu kur e dëgjoi zonin e pejgamberit, u mundu të çohet në bjef. Unë mundu të mbështetet kur hini pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ju afro pejgamberi alayhi salatu wasalam, u mbështet nga Tha'labas, e mor kokën e Tha'labas radiyallahu anhu dhe e vun prenin e vet. E vun te kujni vet dhe tha ja Rasulullah, sa shtoje këtë kokë pe prenin ton të dashëm, se koka ime është mbush me haram. Koka ime është mbush me haram. Syni jam ka po haram ja Rasulullah. Syni jam ka po gjuna. Koma jotë është e pastër dhe ndershme. Mos e përdhon komën tonë me klientemi ja Rasulullah. Filloj qaje vëllezër dhe shuki sahabi. Filloj qaje, se e di këtë një me katë e ka po pa qëllim. Qka do të thotë që në me katë t'i bojna me qëllim? Qka do të thotë që e vladi janë shkojna për video klube, marën audio, CD-ja, DVD-ja, me këshirë haram. Ekipa qëllim ka pa haram. Dhe i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ma tërgju, qka po dëshiron? Qka po shpreson ja Tha'laba? Tha ja Rasulullah, shpresoj rahmetin Allahut. Tha pastaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, prej qka frigosh ja Tha'laba? Tha frigona prej dënimit Allahit, prej azabit Allahit. Tha, po qka kërkon ti ja Tha'laba? Qka shpresa jote ma shumë? Tha shpresoj që Allah mi falë gjënahet. Shpresoj që Allah mi falë gjënahet. Tha ja Rasulullah, kërko falje të Allahu për mu. Lutë Allah në Allah të falje. Falë së ndërshëm. Kur i tha ja Rasulullah, shloje kokën teme prej gunit të ndërshëm. Aja mosh pejgamberi tha, ta mos se ti pa e bo gjëna. Jo tha, kur një herë ja Tha'laba. Jo Tha'laba se ke bo me qëllim. Ke bo tobet Allah i Gjeleshanu, e ke bo jetën tonë në shkatrim, për shkak se ti ke bo më katë prej frikës të Allah i Gjeleshanu jenë frikë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të bën dua për Tha'laban, o Zot falja Tha'labas, o Zot falja Tha'labas, vike rahmeti Allahut prej qiellit mbi Tha'laban, duke qenë që ashtu Tha'laba, tha ja Rasulullah, tha folja Tha'laba. Ja Rasulullah, tha jam të dëgjuar se nisën po hecën mes kocit të me dhe mishit si me konë bubrac. Po e hetoj diçka mes kocit edhe mishit diçka lëviza si me konë bubrac ja Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja Tha'laba, kjo është melekul maut.
Kjo është vdekja ka, tha Thalebe. Shpirti tash po del ja Thalebe. Kur I tha kështu Thalebe, tha ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Het shahadet Thalebe. Pastaj të ndërshëm e dini se filmarja shpirt është zor me dar. Mor 2 seher flim dhe Thalebe dhe ndroi jetën e ndërshëm. Kështu mbaroi ki djalosh I ri, as 16 vite u frik prej Allahi xhaleshanu dhe e rujke vetëm prej haramit, prej mëkatit, se e dike nuk ish problem gjunahi, po është problem kuj ka bo gjuna. Allahu dhul xhelal, pastaj dorse ja ndërsoi shpirtin Allahi xhaleshanu wa xhelalu, pastaj e mor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja lajti gjenazën ti djaloshit të ri, pastaj ja veshi shefinin, pastaj ja fali namazin, pastaj e mbajtën dhe e qitën në tabut, e mbajtën sahabët ta qënë të rrezën, shtëpin e fundit që e kishte ki sahabi, dhe çdo njoni prej nesh që e kena fundin, çdo njoni prej nesh do shkon prej palatit në varr. Pastaj pejgamberi Allahut hecke me majet e vishtave, sahabët ja lirun vendin, se thanë bën vakia kina ngushtu udhën, pastaj ju afru Omerit, ja Rasulallah, ta keni liru vendit, ja Rasulallah, se po ec me majet kishta, tha mirë Omar, tha sa me lek janë lartë në gjenazën e Thalebas, nuk kam kamët ku t'i shloj, kamës mu I me shlu rafsh, se shumë me lek kanar, gjenazën e Thalebas me mbajt, sa ju pëndu të Allahi si qëm, u pëndu të Allah, për këtë ka zbrit me lek të Allah për qeli, me për qeli me gjenazën e Thalebas, o vlezër të ndërshëm, prej mëkateve dhe gjunave tona, që vlezërit tos në fali namazin e gjenazës për tesëm. Pa vllazni, kështu u pëndu ki sahabi, se këto peshojt e shumë mëkati. Ishti vogël, amën e dishin të se kuj bën gjuna. Shikoni vlezë të ndërshëm, tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, një hadith dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të ka hin një grua e zjarmin e xhehenemit për një macë. Shiko, thot e kam shel shtëpi, as si ka dhënë ushqim me hëngër, as si ka dhënë ushqim me hëngër, as nuk e ka lëshu macën me hëngër. Derisa ka cof maca. Kur ka cof, Allahu xhaleshane ka shtin xhehenem këtë grua për një kafsh, për një hajvanat. Nuk është punë e madhe me marrë me fshel një kafsh ndodh, apo dikun tjetër, po është punë e madhe të se Allahu xhaleshane ke hidhrua. Punë e vogël, ama po shtikan zjarmin e xhehenemit. Për këtë do të jena të kujdesshëm ndaj mëkateve të vogla, ndaj gjunaheve të vogla, se po vakia shkak që na çon zjarmin e xhehenemit. Allahu xhaleshan na mbrojë inshallah prej zjarmit të xhehenemit. Vllazni, motra të ndashme, Allahu xhaleshan ka krijesa të tjera që adhurojnë Allahun më shumë se na, I bëjnë ibadet më shumë se na, dhe janë më shumë se na. Në hadithin Bukhari dhe Muslim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, se është një shtëpi në qiell, e ka emrin Beitul Ma'mur. Atje thot çdo herë hin melek, ka 70.000 melek hin, falen dhe dalen dhe nuk kthehen më. Nuk kthehen më deri në ditën e Kiametit, se do të hin melek tjerë mi bëj ibadet Allahin xhaleshanu wa xhalla xhelalu. Dhe këto vllazë të dashëm nuk I bëjnë gjëra Allahin xhaleshanu. Për këtë vllazni duhet të jena të kujdesshëm prej mëkateve të vogla, prej gjunave të vogla, se vallahi mund të mbledha të shumë dhe mujna me hin xhehenem, mujna me mbazat në varr. Ta lutem Allahun që Allahu të na mbrojë inshallah prej mëkateve të vogla. Po ashtu edhe prej të mëdha. Pastaj mos mendoni vetëm mëkatet e vogla shtin në xhenem, po edhe punët e vogla ju shtojnë xhenetin e Allahut xhaleshanu. Tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam, do të se ka hini njeri në xhenetin e Allahut vetëm disa fera, pse ka një fjerë se ka I prej rrugës. Një tjetër grup ka hini në xhenetin e Allahut vetëm se ka shkosh hurmën dhe ja ka dhënë dibija vetë s'ka ndër për vetin. Shikoni, edhe me vepra të mira mujna me hinë xhenetin e Allahut, ama pa bëj ibadet, pa I bë farzët, me kushtet e Islamit s'ka dhe të imani. Nuk ka, vëllezër të dashur, ta lutem Allah, që Allah të na bëjë për xhenetlive dhe mos na bëjë për xhehenemlive, na bëjë për atyre të cilët frikën Allah xhaleshanu për mëkateve të vogla dhe për të mëdha. Ta lutem Allah që Allah të na jap sukses në vepra të mira. Lusë Allahun që Allah të na falë gjunat tona, na bashkon xhenetul Firdaus dhe gjithë musliman kudo që janë që Allah që ndihmon dhe me xhenet inshallah. Ti gëzon, ku kena shtu është prej Allahu, ku kena gabu është prej meje dhe prej shejtanit. Vllazat, ditën e shtunë ka tribun namazin e drekës, si në qëtë vakt, është hoq Musalam Mazlumin nga Kosova. Ditën e shtunë ka tribun hoxha Musalam Mazlumin nga Kosova, është hoq I njohur dhe është prej davetxhive të vjetër, që ka po davet shumë Prizren, edhe ditën e del është hoq Idris Bilibani
nga Kosova është në gjuhën bosnjakishte. Bosnjakisht ka me kallëzu ligjërat, kush merr vesh dhe është mirë t'i lajmëroni vllazni që të prezantoni dhe të mësojmë inshallah edhe prej atyre që edhe ju mos ju përzitin për ditën, ju vjen t'ju freskojmë me hoxhallar tjerë që të jeni më të kënaqur, më të lumtur, kurse ditën e shtunë prej 10:30 të drekës do të kenë ders gratë në xhami. Do thotë që njerë në 12 është mirë që neje mos t'jena ka xhamia për shkak të jenë gratë rahat, afdan që të kenë ders edhe ato ta mësojnë dinin Allahu dhul xhelal. Është mirë që të lajmërojnë prej 10:30 deri në 12 me kjo vend shprazët për shkak se gratë kanë me pas ders në xhami. Se dini Allahut është edhe për burrat edhe për gratë. Lutem Allah që inshallah Allah të na forcon këtë ditë dhe të vdesna me iman. Walhamdulillahi rabbil alamin.